Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, motra të nderuar, mirë se vini përsëri pra në episodin e radhës të El Fala Podcast, ku me mua është në studio pra hoxha i nderuar Hoxh Sinan Rushiti, ku pra do të vazhdojmë pra me pjesën finale pra domethënë të problemeve shpirtërore dhe problemet e zemrës. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se vjen. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. E gëzon mirë se takohemi përsëri në këtë emision që ka të bëjë me smundjet e zemrës, ku me lejen të Allahut ne arritëm të cekim të përmendim diçka dhe folim diçka rreth smundjeve të zemrës, dhe ku me lejen të Allahut përse do të na mundsohet edhe në këtë emision të themi disa fjalë, të shtojmë rreth kësaj ose këtyre smundjeve, edhe pse kjo nuk do të jetë e mjaftueshme, por shpresojmë se mesazhi do të arrijë tek vëllezërit, tek motrat, dhe para së gjithë do të arrijë kënaqësia Allahut fuqiplot, e ty Allahu shpërbleft për mundin kontributin gjithashtu. Amin. Hoxh, pra siç na ka mbetur pra prej episodeve tjera, pra domethënë është kjo pjesa e fundit ku do ta përmbyllim pra domethënë temën general që kemi diskutuar, domethënë lidhje me problemet e zemrës. Dhe sot pra do të flasim për urrejtjen dhe urrejtjen dhe smirën. Po. Si lind urrejtja në zemrën e njeriu dhe si përhapet ajo në shoqëri? E gëzon, është një temë e rëndësishme, një temë që ka të bëjë me një smundje prej smundjeve të zemrës, por do të kishte mendoj se do të dakordohesh dhe të kishte qenë shumë e udhës para se të fillojmë me këtë temë. Ne para së gjithash mirë është që të shprehim falënderimet ndaj sponsorëve, vëllezërve të cilat marrin pjesë me mundësitë e tyre, sponsorojnë këtë projekt, këto emisione të cilat ne i mbajmë dhe i organizojmë, kështu që edhe ata kanë pjesë në sadaka, në rrjedhëse me lejen të Allahut te bareke ve teala, që me vdekjen tonë, me largimin e tyre nga kjo botë, që do të shpërblehen derisa këto emisione, derisa këto mesazhe të dëgjohen tek vëllezërit tonë, tek motrat tona. Kështu që lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu të shpërblen vëllezërit tonë, motrat tona, sponsorët të cilat kanë ndarë nga pasuria e tyre për ta sponsoruar këtë projekt të xhamisë tonë El Falah. Pastaj vëllai më gëzon, masi që do të flitet, do të bisedohet, në një fjalë do të bisedohet rreth kësaj teme, që është urrejtja dhe smira. Urrejtja, smundje për smundjeve të zemrës, po ashtu edhe smira. Sa janë të shumt urrejtësit e smirësit. Sa është shtuar numri i njerëzve të cilët e urrejnë njëri tjetrin. E sa është shtuar numri i njerëzve xheloz, njerëzve hasedxhi, njerëzve të cilët i kanë mbushur zemrat e tyre me smir, me xhelozi, ose që e themi edhe natë gjuhën popullore, me kaskanxhillëk. Kështu që lutim Allahu subhanahu wa taala të na pastron zemrat neve dhe të gjitha atyre të cilët vujnë nga këto sëmundje. Normal, kjo si smundje pra urrejtja e smira, këto zanve në zemrën e njeriut kur nuk ka zënë vend imani, besimi. Kur imani nuk ka zënë vend në zemrën e njeriut, atëherës ose shumë pak ka zënë vend, atëherës është lënë shprastir për gjërat e tjera negative, jo të mira, jo të dashura tek Allahu te bareke ve teala. Kur ka shprastir në zemrën e njeriu dhe njeriu nuk e mbush me gjëra të mira, atëherë aty do të ketë syefatsi, do të ketë mendemallsi, do të ketë urrejtje e kështu me radhë. Kjo është një. Pastaj gjithashtu përgojimi, ta marrim si sebeb, si shkak që kjo të rritet dhe të shtohet dhe të ekziston zemrat e njerëzve, për shkak të përgojimeve që ja bëjmë njëri tjetrit. Edhe kur dëgjojmë se filani na ka përgojuar ose ka fol për ne kundra neve, ose se ka xhelozi, çka ndodh atëherë? Dihet zemrat tona mbushen me urrejtje ndaj këtij personi. Pse?
për shkak të veprimeve të atij negative që ai i bën ndaj nesh. Edhe kjo e bën tash që ne të shprehim atë urrejtjen dhe të kemi urrejtje ndaj tij, po gjithashtu edhe ndoshta edhe xhelozi waliadhu billah. Pra përgojimi, sharja, ofendimet, lakmia, konkurenca që bëjmë njëri tjetrit apo për çështje të dynjas dhe kështu me radhë. Por para se gjitha është mungesa e imanit, mungesa e besimit. Se në një zemër të cilën ka iman, ka besim, nuk u kushton rëndësi muhabeteve të hallkive të njerëzve. Nuk kushton rëndësi urrejtjeve të njerëzve ose muhabeteve të njerëzve ose përgojimeve. Thjesht, unë duhet dali para Allahut me një zemër të pastër. Kush fol çka fol, pse duhet unë ta shkatroj zemrën time? Atë ai çka ka folur, çka ka bërë, është vepër e tij. Dhe ai do të llogaritet, ai do të pyetet për të. Kurse unë personalisht do të pyetem për fjalët e mia, për veprat e mia. Pse unë duhet ta shkatroj zemrën time si shkak veprimtaria e tij e keqe që ai e bën? Jo. Por kjo do ndodhe kështu, do veprojmë kështu kur zemrën do të kemi të mbushura me iman. Dhe kur çdo herë do ta kujtohet ajeti kuranor ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla bi qalbin salim." Në ditë kur nuk do të bën dobi as pasuria as fëmijë, përpos se ai që del para Allahut me një zemër të shëndosh. E cila është zemra e shëndosh. Zemra e shëndosh është zemra të cilën nuk ka kufër, mosbesim, nuk ka shirk, nuk ka urrejtje, nuk ka smir, nuk ka mendje madhësi e kështu me radhë. Po që besoj që edhe me evoluimin e teknologjisë, do me thonë me rrjetet sociale që kanë ardhur kohën e fundit. Para nuk ka pas rrjete sociale. U shtu edhe urrejtja ndaj njerëzve, edhe më shumë. Me ekspozimin, do me thonë, rrjetet sociale, siç e kemi cekë edhe në epizoda tjera, do me thonë, çdo të mirë mundohemi ta ekspozojmë. Po ai ekspozim është një lloj ekspozimi jo i vërtet. Po është një lloj ekspozimi si lloj mlefi. Shihet sot në rrjetet sociale njerëz do me thonë mundohen do me thonë me ekspozu çdo sen, por do me thonë mbrapa atyve ka përpaskena, jo gjithçka është reale. Shumë e vend vëllai, ekzon se para se gjithashtu nuk është një veprim, një punë e mirë, ekspozimi i të mirave, gjërave private të jetës tande rrjetet sociale. Dhe se ekspozimi i gjërave rrjetet sociale konsiderohet një të kohë dhe provokimi i zemrave të njerëzve xheloz. Edhe zemrat e njerëzve që kanë urrejtje ndaj teje. Ti e din se me ekspozimin e gjërave që ti i don dhe ato nuk i duan që ti të kesh, të posedosh, edhe kjo vetë se ka me i provoku zemrat e tyre, ti shton mlefin, shton urrejtjen dhe shton xhelozin. Pra nëse e merr kjo njëra anë, nëse një person ka në zemrën e tij 15% urrejtje dhe xhelozi smir ndaj teje, ti ja shton 20-30 ose 50% përmes ekspozimit të gjërave të cilat ti ka dhënë Allahu begative, që ti ekspozon rrjetet sociale dhe ja provokon zemrën e tij duke ditur se ai vun nga kjo sëmundje, kështu që është gabim prej gabimeve të mëdha që sot i bëjnë njerëzit. Pra kjo është edhe një dëshmi se si shkak rrjeteve sociale tash përhape informatat edhe në mënyrë shumë të shpejtë. Dhe çdo kudo që ti sa do larg që ti jetë merr vesh, kupton, i shkon lajmi se ti çka ke bëu, çka ke ble, çka ke vepruar, është ndjeni. Pra nuk ka kohë, nuk ka afat për zemrën që të qetësohet për shkak të informatave, shpërndarjes së informatave në mënyrë shumë të shpejtë, nuk ka afat kohë për zemrat e njerëzve të qetësohen, të shërohen, për shkak se ekspozohen gjëra të ndryshme, edhe lakmia, ai çe ka narit, çe ka bëu, ku ka shku, unë s'kam kur gjë, unë mbeta, do të thënë kjo krijet e bën ta nxjisë aq më shumë zemrën e njeriut dhe njeriu të ketë aq më shumë urrejtje pastaj edhe smir ndaj tjetrit. Kështu që masi që e cekje këtë në lidhje me këtë pyetje, pra kjo le të jetë këshill për të gjithë neve dhe motrat vëllezërit në përgjithësi që mos të bëhet ekspozimi i gjërave që janë ato që ajo materiale, pasuri, vetura, shtëpi, po qofsh ajo edhe familja, fëmijë, bashorte. Ti ekspozon para se gjithë është bashortë, ngruan fëmijë të rrjetet sociale që nuk duhet bërë këtë gjë, po veç asaj, pastaj ti provokon dikë që s'është i martuar, provokon dikë që nuk ka fëmijë, ke parasysh është i provuar nuk ka fëmijë, provokon dikë që nuk ka veturë, ka varfëri edhe kështu me radhë. Pse të bëhen këto gjëra? Duke ditur se të mirat të cilat ne i posedojmë, janë begati të mirat që ne ka dhuruar i madhi Allah. Ata është ne vetëm duhet i shfrytëzojmë për të mirë,
të jemi mirënjohës dhe Allahut fuqiplot, të shprehim falendrimin dhe Allahut subhanahu wa taala dhe të shfrytëzojmë në mënyrën sa më të mirë. Kaq, pse duhet e gjithë bota ta dijë unë çka kam bler, çka kam bë, ku shkoj, çka të bëj, pse duhet ta dijë bota unë ku do shkoj me familjen time, pse duhet ta dijë bota unë çka do lexoj, pse duhet ta dijë bota unë çka veproj, pse e kjo edhe pse të mirat ose kushtet, mund të themi kushtet, pra nuk janë ato kushte si në kohën e mëparshme, pra shumë kushte të kena më të mirë se, por shpirtrat zemrat i kena shumë më shkatruara se ata që kanë jetuar para nesh. Po, do me thonë kjo urrejtja smira, kjo e shton edhe një lloj inati ndaj tjerëve dhe një lloj zemërimi, po cilat janë pasojë do me thonë shpirtërore të mbajtjes vetë, do me thonë të inatit dhe zemërimit. Dëgjota që kur personi e mbush zemrën e tij me urrejtje, me smir dhe nuk fal me urrejtje, nuk u fal njerëzve, atëherë ka vujtje të zemrës, zemra e tij vun nga pikëllimi, vun gjoksi i tij nga shtrëngimi, shpirti i tij nuk ka qetësi, trupi i tij nuk ka rahati. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wal ka'dhimin al-ghayza", ata që përmbyn hidhrimin, wal afina anin nas, ata që afalin njerëzve. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu i do bamirësit. Bamirës pas faljes. Falës pas përbitjes së nervozizmit. Lishmërinë që ka bëu Allahu subhanahu wa taala për të qenë falës, njëherë duhet mos më nervozu. Përderisa ti je nervoz, një urrejtës, ti s'u falësh njerëzve. Për të falë njerëzve, duhet mos të kesh urrejtje pikë parë në zemrën tënde. Por kur zemra është e mbushur me urrejtje, ti s'u falësh, sepse urrejtja të pengon. E kur ti urrejtje s'ke, shumë kollaj ke që të falësh njerëzve. Po veç asaj, kur ti u fal njerëzve dhe zemrën tënde nuk ka pikë urrejtje ndaj të tjerëve, pikë xhelozi, ti shumë je i gatshëm dhe çdo herë ti bën punë të mira, bën bamirësi dhe i njohur si njerëz bamirës. Pse? Për shkak se alhamdulillah ta ka pastruar Allahu azza wa jalla zemrën, ta ka ruajtur zemrën që është pikëqendra e trupit të njeriu, që është copa e mishit më e rëndësishme në trupin e njeriu, siç e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna fil jasadi mudgha, idha salaha salaha al-jasadu kulluhu, wa idha fasada fasada al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb." Në trupin e njeriu ka një copë mishi, e cila copë mishi është në rregull, nëse është në rregull, i gjithë trupi do të jetë në rregull. Nëse ajo copë mishi nuk është në rregull, i gjithë trupi nuk do të jetë në rregull, ka thënë ajo është zemra. Kjo zemër, si do të jetë trupi shëndosh, rahat, kur kjo zemër është e mbushur me urrejtje, me smir, me ndime të liga, me xhelozi, me mendjemasi dhe kështu me radhë. Asnjë formë. Prandaj ne nuk kemi të rahatshëm edhe pse kushtet i kemi. Kushtet i kemi, por atë rahatin shpirtërore nuk e gjejmë për shkak të smundjeve të ndryshme nga të cilat vuan zemrat tona. Dhe kjo tregon se zemrat tona kanë nevojë për trajtim, kanë nevojë për shërim, kanë nevojë për pastrim. Për t'i pastruar çashtu siç don Allahu, se kur do të pastrohet zemra, atëherë në zemër ka vend për iman, ka vend për dashuri, ka vend për mendime të mira, pozitive, ka vend për modesti, ka vend për gjithçka. Edhe qetësohet trupi i njeriu. Ndriçohet shpirti, qetësohet trupi, kur shërohet zemra. E shërohet gjoksi. Allahu të shpëlbeft. Amin. Mbasi e ceke, do me thonë faljen. Në shumica dim që kur fal, do me thonë, e ndjen një lloj paqe në vetveten, do me thonë një lloj paqe shpirtërore. Po pse shumica për njerëzve e ndjen një lloj vështirësie në falje? Nuk arrin, do me thonë, me fal. Se normal ego e njeriu nuk pajtohet për të falur të tjerëve. Ke parasysh dhe ajo krenaria, pjesë e krenarisë që ka njeriu se unë jam burr, jam njeri, pse ma ka bo, edhe mos të harrojmë, do më thënë se shejtani, armiku më i madh i njeriu, do të thënë aq më shumë jep njeriu mendime të ndryshme negative për të qëndruar njeriu në atë që nuk është e mirë, pra për ta mbajtur atë vendimin e tij mos t'u afale të tjerëve. Nuk është e lehtë për njeriu, për zemrën që ka mungesë të imanit dhe dobësi të imanit, por për një zemër që beson Allahun fuqiplot dhe fort është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala dhe shpreson në shpërblimin e Allahut azza wa jall dhe e ka parasysh se do të falet. Do të mëshiron, do të mëshirohet. Kështu që një zemër e cila fal, atë zemër Allah do ta falë.
në zemër që mëshiron, Allahu atë zemër do ta mëshiron. Kush nuk ka nevojë për falje. Kur na mungon këto dhëna, këto argumente, këto fjalë të Allahut subhanahu wa taala, kur na mungon dija rreth mënyrës së shërimit dhe pastrimit të zemrave, gjehet ekziston vështirësia për faljen që duhet bërë të tjerëve. Ne dimë se çdo kush kemi nevojë për falje. Ne sa gjuna e bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Tani umri tani ta na shkojmë me gjuna. Dhe ne shpresojmë faljen e Allahut subhanahu wa taala. Shpresojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Shpresojmë shpërblimin i përjetshëm, duke ditur se kur që kemi bërë për Allahun dhe se shumë gjuna kemi bërë, a përsëri shpresojmë në shpërblimin e përjetshëm xhenetin. A dikush na ka gabuar një gabim? Na ka ofenduar, na ka lëndu? Një herë, dy herë, tre herë, edhe nuk jemi të gatshëm t'ia falim atij, duke ditur se ne asgjë të rësun japim atij, vetëm që ja falim. Vetëm që zemrat tona i lehtësojmë. Dhe mos të jenë të rënda zemrat tona, por me faljen ne që o bëjmë të tjerëve në realitet ne i ndihmojmë vetit tonë. Se ne kur u falim të tjerëve, ne i lëndojmë zemrat tona, i pastrojmë zemrat tona dhe ta gjejmë paqen në zemrat tona dhe të jetën në rahati, të ndriçuara. Kur gjë tjetër ne personit nuk i bën. Edhe një normal edhe atë e lëndojmë shpirtërisht, për shkak se ai din se ja kemi falur. Ama ne atij xhenet sun japim. Ne atij tjetër sen sun japim, vetëm që ja falim. Edhe plus pse, unë ja fali atij që Allahu të më falë. Unë ja fal atij se shpresoj në faljen e Allahut. Dhe se unë i gaboj Allahut më shumë se sa që më ka gabuar mua një herë, dy herë. Dhe se unë në sa të fali, unë shpresoj mëshirën dhe shpërblimin e Allahut te bareke ve teala. Zemra gjen vështirësi për falje atëherë kur mungojnë argumentet. Kur mungon bindja në shpërblimin dhe faljen që Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për robën e tij, andaj kërkohet që robi sa më shumë ti dëgjon fjalët e Allahut subhanahu wa taala ku Allahu përmend për faljen, ku urdhëron për falje. Khudhil afw wa amur bil ma'ruf wa arid anil jahilin. Merë faljen. Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, merë faljen. Urdhëron të mirë dhe mos kushto rëndësi ignorantëve. Merë faljen. Kur dikush të fale ose t'ja falva njerëzve. Se të gjithë kemi nevojë për falje. Allahu të shpërbleftosh. Bashkë me ty vëlla. Po kjo, domethënë kjo mosfalja nganjëherë shtyn me një farë lloj mlefi, cilën ti e mban vetvete, po kur e shpreh ti atë mlefin është domethënë është ndodh në eskalim të situatës ndonjëherë, po ka edhe sharje, po ka edhe mos thash zoti, domethënë deri në vrasje, situata më kritike. Po si mund ta pastrojmë domethënë zemrën nga ky mlef domethënë dhe ta mbushim me dashuri dhe mëshirë. Pra shumë me vend që u cek ajo se kur zemra e njërit nuk është e gatshme për falje dhe vazhdon ta marrë mlefin urrëtin dhe ta shton ta shumon zemrën në zemrën e njeriut dhe të shtohet ajo derisa ta prekupon zemrën e njeriut dhe zemra e njeriut të bëhet rran dhe të mbyllet dhe të ngurcohet. Në këtë situatë, në këtë moment, zemra e njeriut është e gatshme të bëjë gjithçka. Pse? Për shkak se i hup ndjenjat, i hup emocionet. I humb dhimbjen ndaj tjetrit. Jo rastësisht to vrasje tash ndodhin kaq lehtë, kaq shumë kollaj. Hiç pa u mendu. Për shkak se zemrat e njerëzve janë bërë gur. Zemrat e njerëzve nuk ndjejnë keqardhjen e tjerëve. Ja meritun. Kur puna, vetëm për shkak të mllëfit e bën kjo gjë dhe u kry puna. Pastaj, cilat janë pasojat e kësaj gjëje, ai nuk mendon për pasojat. Ai vetëm mendon për realizimin e asaj që ekziston në zemrën e tij. Se e keqja ka kapluar zemrën e tij. Zemrat tona pastrohen nga gjithë këto mllëfe, urrëtie, smira, xhelozi, para se gjithash me të përmendurit të Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë me u marr me Allahun. Ma pak të mendojmë për njerëzit, ma shumë të mendojmë për Allahun. Kur shumë do mendojmë për Allahun, zemra do të mbushet me dashuri. Kur zemra do të mbushet me dashuri, kjo zemër do të jetë e dashur ndaj të tjerëve, dhe do të ketë dashuri ndaj të tjerëve dhe nuk do të ketë urrëtie të mirë. Sa më shumë ta përmendim Allahun subhanahu wa taala, sa më shumë ta kalojmë kohën me Allahun azza wa jalla, sa më pak të mirëm me njerëzit, sa më pak të mendojmë për njerëzit, ta lexojmë Kur'anin, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, duke ditur se ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, me të përmendurit Allahut qetësohet zemrat. Do thënë zemrat qetësohen kur ne lexojmë Kur'an, zemrat qetësohen kur ne përmendim Allahun, zemrat qetësohen kur ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, zemrat qetësohen kur bëjmë vepra të mira, zemrat qetësohen e pastrojnë kur ne bëjmë gjithçka që do Allahu fuqiplot. Në këtë mënyrë zemrat pastrohen, rahatohen, pastaj marrëdhëniet tona janë shumë të mira me të tjerët, edhe nëse të tjerët na gabojnë, na bëjnë keq sillen,
e kështu me radhë na bëj zullum, por çdo herë në brendin tonë ekziston një paqë, ekziston një qetësi shpirtërore për shkak të ekzistimit të Kur'anit, fjalës së Allahut, namazit, ibadetit dhe lishmërisë të fortë që e ka robi me Allahun dhe me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe se ajo çka bën njerëzit, dhe si veprojnë njerëzit, si ja kthejnë njerëzit, ky nuk merret thjesht me këtë, nuk merret. Ky e din, është i bindur se veprimet e njerëzve, fjalët e njerëzve janë llogari për ata. Dhe atë se çdo kush duhet të hapë llogari për fjalët e veta, për veprat e veta. Kështu që ky e din se do të jetë llogaridhënës për fjalët e tij dhe për veprat e tij para Allahut subhanahu wa taala. Nuk hub kohë, po kohën ky çka e ka lënë është me Allahun subhanahu wa taala, ka një lishmëri të fortë me Allahun azza xal, e din se ai ka krijuar, e din se kthimin e ka tek ai, e din se vetë do të varroset, e din se vetë do të ringjallet, e din se do të hapë llogari para Allahut subhanahu wa taala për çdo fjalë, për çdo punë që ka bën këtë botë, këtë dynjë. Kështu zemrat pastrojnë, kështu zemrat qetësohen, edhe kështu njeriu jeton në paqe, në rahatllëk, pa marr parasysh si veprojnë të tjerët, po në asnjë farë mënyre, asnjë minutë pa humbur kohën me të tjerët, por maksimum duke kaluar kohën me Allahun subhanahu wa taala. Po pra po dhe siç cekat edhe në Kur'an, ky Kur'an është domethënë udhëzim dhe shërim për ju. Po cilët janë mjetet më të forta domethënë për pastrimin e zemrës sipas Kur'anit dhe hadithit? Po veç ato të cilën e cekëm po përsëri do të bëjmë përsëritje, pra duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet për pastrimin e zemrave, ajo që do të dëshiron njeriu dhe do të shpreson që të dalë para Allahut subhanahu wa taala me një zemër të pastër të shëndosh është të përmendurit Allahu azza wa jall, okay? Istighfari, kërkim falje, duke u penduar tek Allahu subhanahu wa taala për gjunahet e bërë për gjithçka. Sepse se po të përmendur duhet Allahu azza wa jall, leximi i Kuranit, adhurimi i tepërt, falja që u bëhet të tjerëve, lutjet që bëhen për të tjerë, të lutemi për personin që ndaj të cilit kemi urrëtie. Kur lutesh ndaj personit ose për personin ndaj të cilit ti ke urrëtie, kjo shënon zemrën tënde dhe largon urrëtitën dhe smirën ndaj tij. Ose edhe ai i cili të urren ty. Po ose ai i cili të urren ty. Ke parasysh, ama për shembull unë tash personisht nëse unë kam urrëti ndaj teje, mënyra se si unë ta pastroj zemrën time dhe ta largoj këtë gjë që kam në zemrën time ndaj teje, unë do të lutem për ty. Se tash por të lutem për ty nuk është kollaj, nuk është e lehtë duke ditur se zemra time ka urrëtie. Po kur të nisi të lutem për ty, pra ti kërkoj për Allahu subhanahu wa taala ty të jap gjëra të mira kështu me radh, kjo automatikisht më shkatrohet urrëtia dhe nuk ka vend në zemrën time, për shkak se vetë të lutja që bëhet për ty, kjo automatikisht tregon atë shpreh mendime, tregon mendimet e mira që kam ndaj teje dhe dëshirat e mira që kam për ty. Dhe kështu pastrojnë zemra. Pra të lutemi njëri për tjetrin, dhe kjo pengon urrëtien. Smirë, kur do të bëjmë dua një për ti. Edhe kjo është një shkak si argument që ja është urrëtia, smira mes neve, sepse ne jo pak po nuk lutemi njëri për tjetrin. Ne kemi harruar njëri tjetrin. Hadithe për gjeneratave të para, 1000 persona i ka pas shënuar në fletë. 1000 persona i ka pas shënuar në fletë. Jo Exonin. Exoni i biri i filanit. Dhe kur është lut për ty dhe për babën tënd. 1000 persona ka pas shënu, u flet dhe për ditë gjithë është lutur. A pse kështu ka vepruar? I bindur se unë kur të lutem për ty për babën tënd, engjulli lutet për mua dhe për babën tim. Kur të lutem për 1000 vet, engjulli lutet 1000 herë për mua. E lutjet e engjullit të melekut janë më të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka dyshim në ta. Pse? Për shkak se është një krijesë që nuk e mëkaton Allahun, kurse se unë mëkatoj Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo njët, kur të lutem për këtë, lutem për atë, pra do shohë se ti vetëm mendon mirë për të tjerë dhe dëshiron mirë për të tjerë, dhe kështu që nuk ka vend për urrëtitjen në zemrën tënde. Po siç është ai shembulli ku profeti sallallahu alaihi wasallam i tregon sahabëve për atë personin që del prej xhamisë që ka hyrë në xhami, po, dhe i thot tash do të hyjë një person i cili prej banorëve të xhenetit. Po. Shumë është interesant edhe kjo. Është interesant ky rast dhe ne çdo herë kemi përmend këtë rast dhe përmend. Këtë janë raste domethënë që mujt më marr shembull, domethënë me i praktikuar në jetën tonë. Dhe jo rastisht janë përmendur. Po. Për t'i marrë për shembull, për t'i përsëritur çdo herë dhe për t'i medituar këto raste. Ai sahabiut siç e thëke, pra që në 3 natë me radhë kur tunë sahabët me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam thotë do hyjë një njeri për banorëve të xhenetit. Ato prit kush do hyjë njëri, mangot e kthyen domethënë nga prapa, papuçet e tij ndërsjetu, kamera abdes, ala i lagat domethënë me ujë të abdesit, hyn në xhami thjesht, fal të gjithë të tjerë, pas së natën e dytë i njëjti person, natën e njëjti person, edhe njëri prej sahabëve mos e gaboi thotë do të shkoj, thot, e bën një që shkon banon tek ai, shkon të flejet te ai,
Dhe çofe se çka bën ai, pra këto kanë garu për punë të mira për xhenet, për ahiret, s'kan bë gara për dynja. Kjo është edhe një mos harroj të cikët. Ajo e cila është në rrjetin e smirë mes neve se ne jemi garexhi, ne bëjmë gara për këtë dynja për atë botë. Nëse këtë kishim bë gara për në ahiret, nuk do të kishte urrëti dhe smirë zemrat tona. Por ne çqë bëjmë gara për dynja, kush do të kalojmë në një tjetër? Prandaj kemi mush kaq shumë zemrat tona me urrëti. Po sepse ne kërkojmë dynjan jo ahiretin. Ata kanë kërkuar ahiretin jo dynjan. Ata e fitojnë edhe ahiretin edhe dynjan. Edhe pse kanë punu për ahiret, ne jemi të hub edhe ahiretin edhe dynjan, edhe pse punojmë për dynjan. Allah na fal. Edhe thot edhe shkonte, ai thot njëri thot kam problem unë me familjen time, a ka mundësi që unë banoj të buj sonte të ty? Po nuk është problem, e çel derën normal. Edhe bund ai atë natën, natë e parë, natë e dytë, natë e tretë. Normal deri 3 net, s'ka, nuk do të thotë ty asgjë si musafir. Pas 3 netëve do të më pyet çka ndodh. Pse je këtu? A ke nevojë për ndihmë dhe kështu me radhë. Edhe ky thot, dëgjoj thot. Unë thot, s'kam probleme me familjen time, por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 net me radhë përmendi tha do hyjë dikush që është prej banorëve të xhenetit, edhe ti 3 net me radhë ti hyjnë. Dhe unë desha të shohit e ty çka bën ti diçka të cilën nuk e bëj unë, që dhe e unë ta bëj dhe ti prej xhenet live. Por thotë vallahi unë te ty nuk pash asgjë tepër nga ajo që ti bën. Atë çka bën ti bëj edhe unë. Tha vallahi si pa, s'kam kurrë. Vetë tha unë para se ta vendoj tha kokën jashtë tek njerëz tha unë ua fali gjithëve. Këtë ua kam falur. Pra nuk kam urrëti ose mendim të keq te askujt. Kështu e ka fitu xhenetin. Kështu Allah subhanahu wa taala e ka përgëzuar me xhenet në më për kësaj dynja për kësaj bote. Pse? Se zemra e tij nuk ka pas urrëti. Ne, subhanallah, pas urrëti ndaj xhamatit, urrëti ndaj hoxhës, urrëti ndaj prindërve, urrëti ndaj vëllezërve, motrave, urrëti me mixhen, me dajën, me tezën, me kujshin, me shoshnin. Po amet dikë me cilin ne skemi ose dhe të cilin ne skemi urrëti? Amet dikë dhe të cilin ne skemi urrëti? Me çfarë zemra ne dëshirojmë dalim për Allah ta. Çfarë gjendje do të jenë këto zemrat tona, që aq shumë janë ngurcu dhe që fjalët e Allah subhanahu taala nuk i ndjejnë, atë lezetllëkën kënaqësinë e ibadetit nuk i ndjejnë. Çfarë zemra mbajnë të trupet tona? Atë shumë zemra të rënda edhe të papastërta i kemi. Mirë është t'i pastrojmë para se të jetë vonë. Tua falim të gjithëve, mos mendojmë keq për të tjerët, pajtohemi me vullnetin e caktimin e Allahut, s'ka nevojë të kemi xhelozi smirë ndaj tjetrit. Atë çka e ka Allahu e ka dhënë se kam dhënë unë. Edhe unë pajtohem me vullnetin e Allahut, se Allahu ka dashur ti t'japë më shumë se mua. Kështu që ai ka diçka që unë s'kam, po edhe unë kam diçka që ai s'ka. Allahu është i drejti, edhe Allahu është i gjithurti. E dim se ka atë që unë s'kam, dhe unë kam atë që ai s'ka. Lutë Allahu subhanahu taala që zemrat ne pastron. Amin, amin. Allahu shpërblet hoç. Bashkë me ty dhe. Po kjo ndikon pak edhe nga shoqëria dhe me thonë nga rrethi prej prej shoqërisë prej cilëve jemi rrethuse, nëse ti je domethënë me një rreth të keq, automatikisht domethënë ti ke me pas një farë burimi të energjisë negative nga brenda. Po sa domethënë me të vërtetë ndikon domethënë mjedisi shpirtëror dhe shoqëria domethënë pastrimin e kësaj domethënë. Po është një realitet i pa diskutueshëm dhe i pa mohueshëm se shoqëria ndikon tek individi. Shoqëria ndikon tek individi. Pasi që shoqëria ndikon tek individi, nëse bëhet fjalë për një shoqëri me cilësi negative, një shoqëri jo e mirë, jo e shëndosh, shpirtërisht, moralisht, kështu me radhë, kërkohet nga individi të harruan identitetin e tij, të harruan besimin, akiden e tij, të harruan fenë e tij, të harruan dinjitetin e tij, dhe të qëndron larg kësaj shoqërie. Dhe ju të kalon kohë me këtë shoqëri. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, shembulli i shokut të mirë është si shembulli atij që ka parfem, misk. Ose ka me dhënë, ose ki me heq erën e mirë. Dhe shembulli i atij shokit të keq është njëjtë sikur shembulli i atij fakatarit, ose ka me të fliç shteshet, ose ki me heq erën e keqet e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, al-mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të tij. Falyanzur ahadukum man yukhalil, andaj që kush prej jush le të shikon ka e merr për shok. Nëse e bëhet fjalë për një shoqëri që në shoqëri i ka zemrën të mbushur me urrëti, me xhelozi njëri tjetrit, me urrë njëri tjetrit, s'ke vënë atë shoqëri.
mos kalo kohën me shoqëri. Mos e smuj zemrën tënde në shoqëri. Mos le që kjo shoqëri ta smuj zemrën tënde, ta shkatron zemrën tënde. Ruaj zemrën tënde, sepse u shkatru zemra, u shkatru edhe trupi. U shkatru zemra, u shkatru imani. Kështu që larg se shoqëri, por nëse bëhet fjalë për një shoqëri që është të shëndosh, me iman të shëndosh, me zemër të shëndosh, një shoqëri që udhëron të mirë, ndalon nga e keqja, zemrat të cilave nuk ka urrit, nuk ka mendje masi, s'ka smit, xhelozi. Alhamdulillah për çfarë shoqëri duhet falënderoj Allahun atë ditë dhe me atë shoqëri kohën ta kalojmë. Pra kërkohet nga ne që të shoqërohemi me njerëz të shëndosh, të cilët na ndihmojnë për shërimin ose në shërimin e zemrave tona. Të shoqërohemi me njerëz të cilët janë optimist, janë pozitiv dhe nuk janë negativ. Dhe nëse e vërejmë atë negativitetin tek ata, të largohemi prej tyre për shkak se kanë ndikimin e tyre në zemrat tona. Allahu të shpërbleft hoq. Bashkë me ty. Po nga njerë dhe me thonë, na jemi jo të prirur, po e ndjekim egon tonë, dhe me thonë nefsin, i cili është një burim, dhe me thonë, që shkakton këto probleme, dhe me thonë, urrëqen e smirën, po si mund ta, dhe me thonë, ne ta kontrollojmë egon, nefsin, i cili është burim, dhe me thonë, i gjithë kësaj. Ka thënë Allahu fuqi plot, inna nafsa lamaratun bisu, vërtet nefsi është egoja që urdhëron njeriu në të keqe. Nefsi subhanallahu alazim është gjëja që të urdhon për keq dhe diçka që Allahu subhanahu wa taala nuk e don. Nëse ti lën nefsin ty të kontrollon, dije se nefsi ty të devion. Nëse nefsi është armik për armikëve të mëdhej yti, dhe që ti nuk duhet të ndjekur nefsin, por duhet bërë që nefsi ty të ndjekë. Nëse ti ka ardhur në shkallë që ta ndjekish nefsin, ta pasosh nefsin tënd, dije se gjendja jote shpirtërisht nuk bën. Por nëse ka arrit në atë që nefsi ty të ndjekë, atëherë dije se ka arrit në një shkallë të lartë imanore, në një shkallë të lartë në lidhje me besimin yt dhe afërsinë tënde me Allahun te bareke ve teala. Masi që nefsi egoja urdhon në të keqe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që jemi të urdhëruar ta pasojmë atë që është shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Egot tona, nefsit tona duhet ta pasojnë shpallën. Ajo shpallë ta pason nefsin e egon ton. Siç vërejmë dhe shohim në shumë raste ku ndodhin devijime për shkak të tentimeve të ndryshme për t'ja përshtatur shpalljen egos, e jo egon shpalljes. Kur tentojmë në raste momente të ndryshme për t'ja përshtasim shpalljen egos nefsit, duke ja bërë qefin vetvetit, duke u munduar në mënyra të ndryshme me interpretu fenë islamin në mënyra të ndryshme vetëm që t'i bëjmë qef vetvetit, këto janë momente të devijimit dhe shkatrimit. Por kur nefsin, egon, ja përshtasim shpalljes dhe e detyrojmë nefsin që ta ndjekë shpalljen, atëherë ne kështu shpëtojmë dhe zemrat i pastrojmë. Gjeneratat e para i kanë fol nefsit, i kanë fol vetvetit, i kanë fol egos e tyre, kanë fol me egon e tyre. Nëse për atyre që kanë pas varë në dhomën tjetër, kur e ka pas se imani është dupsu dhe se nefsi ka fillu ta merren kontroll, me njërë është futën varë dhe i ka fol nefsit vetë, o nefs, ja ku e ke vendin, ja ku do t'jesh, ja ku do t'futesh, ku do t'shkosh pastaj. Kështu që me hyrjen e tij në varr, pastaj masi që i ka fol vetvetit, i është drejtuar vetit e tij, ka marrë në llogari vetvetin, kur ka dal ndryshe. I ndryshuar në atë aspekt që nuk ka mendu ma për çato gjëra të cilat i ka bërë dhe ka mendu. Pra me një ndodha ndryshimi shpirtëror në brendin e njeriut. Kështu që të kujdesemi që nefsin ne ta kontrollojmë, ajo nefsi neve të na kontrollon. Sepse nefsi është armiki i njeriut e jo miki i njeriut. Allahu të shpërbleft hoq. Bashkë me ty. Pasi që kemi më arritur në fund, Arritëm në fund. kemi arritur në fund hoq. Ishte kënaqësi. Hajr inshallah. Kisha dashur që ta japësh ti një mesazh për gjithë dëgjuesit tanë
rreth kësaj gjithë kësaj teme që kemi ndarë domethënë në 3 pjesë. Cili është mesazhi jot për dëgjuesit? Mesazhi tem para së gjithë është për mua, për ty, e për vëllezërit motra të cilët do ta dëgjojnë këtë emision, do t'i dëgjojnë këto fjalë, shpresojmë që fjalët e kanë qenur edhe të jenë të sinqerta, që kanë dalur nga thellësia e zemrave tona, të arrijnë në thellësinë e zemrave të atyre. Mesazhi im për vëllezërit motra për mua të gjithë, para së gjithë është të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala dhe mos tolerojmë që zemrat tona të ketë mendjemasi, të ketë urrëtie, të ketë zili, të ketë smir, por zemrat tona të jenë të mbushura me iman, me besim, me plot dashuri, mendime pozitive të mira, para së gjithë është për Allahun, por pastaj edhe për njëri tjetrin. Kjo jetë është kalimtare. Nuk kemi kohë për të pasur zili njëri për tjetrin, ose ndaj tjetrit. Nuk kemi kohë për ta urrëtur njëri tjetrin. Nuk është arsyeshme për një urrëtie, për një smir, t'i humbim të mirat e asaj bote. Nuk është arsyeshme ta humbim kënaqësinë e Allahut për një smir, për një gackë të shejtanit që hedh në zemrat tona, për një urrëtie. Nuk ka vlen t'i humbim begatit përhershme që Allahu i ka përgatitur për xhenetlit, për një çështje të kësaj dynjaje që ka qenë sebeb për urrëtie ose xhelozi. Nëse dëshirojmë të jemi të shpëtuar në atë botë, t'i majmë zemrat e pastra. Para se të bjemi në gjumë çdo natë, ta llogarisim vetin tonë për ditën e kaluar, për veprat e bëra dhe për t'i falur të tjerët. Dhe duke bërë dua, duke u lutur për të tjerët. Këtë nëse bëjmë çdo natë, çdo ditë, zemrat tona do të jenë të shëndoshta. Çdo ditë që do të zgjohemi të qetë, të butë, të pastër, të rahatshëm, atë paqen shpirtërore të gjithë do ta ndjejmë. Sepse nuk preokupohemi me gjërat që ne i lëndojnë dhe ne i lodhin zemrat. Por preokupohemi dhe i preokupojmë zemrat tona me gjërat që i kënaqin zemrat tona. Gjërat që ju shejnë, siç ka thënë Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah Allahu më shëroft, zemra e njeriu është si peshku. Peshku kur ta nxjerrësh prej ujit, ngordh. Nuk mund të jeton. Kështu edhe zemra e njeriu. Pra derisa zemrat tona mirë me tash e theme, mbushe me urrëtie, me smire, me xhelozi, këto zemra vdesin. Sepse këto zemra i kemi nxjerrë prej ujit. E ujiti i zemrave tona si ujë për peshkun është të përmendurit Allahut, Kur'ani, namazi, pra gjërat që i don Allahu subhanahu wa taala, e kështu i majmë shëndosh dhe vazhdojnë të jetojnë zemrat tona. A nëse i nxjerrim prej ujit në atë kuptim, zemrat tona vdesin, e kur zemrat vdesin, bëhen gjërat që nuk duhet bërë. Thuhen fjalë që nuk duhet thënë. Edhe në këtë mënyrë arrihet hidhrimi i Allahut, e kur arrihet hidhrimi i Allahut, atëherë çka? Atë meritojmë dënimin e Allahut subhanahu wa taala këtë botë dhe botën tjetër. Allahu na falte në uzoft në rrugën e drejtë. Çoshin këto fjalë të sinqerta dhe shpresoj që Allahu subhanahu wa taala të na ketë falur, të na ketë mëshiruar. Aty të është problem për kohën, mundin që dan për të kalu kohë në kontribut të fesë dinit Allahu te bareke ve teala. Allahu shpërblet për gjithçka. Amin. Allahu shpërblet aty. Allahu dasht. Amin. Selam aleikum. Inshallah shihemi herave tjera përsëri me kësaj lloj mesazhe të bukura. Inshallah. Allahu shpërblet. Selam aleikum. Aleikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.